Përshëndetje, faleminderit atë Gregori që më ftuat tek rinia për të folur. Natyrisht me pjesën më të madhe për jush edhe njihem. Dhe është kënaqësi që të flasim për angjëjt, për të cilët janë forca pa trup edhe janë forca të padukura. Simboli i besimit përcakton të dukurat dhe të padukurat. Domethënë, siç mund të themi botën e padukur dhe botën e dukur. Dhe kemi në botën e padukur edhe një hierarki qiellore. Dhe në krye të hierarkisë qëndron vetë Perëndia, Triniteti, dhe pastaj kemi të Tërëshenjtën, Marinë, nënën e Zotit, kemi angjëjt dhe sipas kategorive. Edhe angjëjt janë kategori shenjtorësh. Konsiderojmë kemi shenjtor, për shembull, martir ose profet ose pohues, homologjet ose kofensor ose persona që janë përkushtuar si murgjër apo murgesha edhe hierarkë. Këto kategori që përcaktojnë shenjtërinë e personave të cilët janë dedikuar dhe janë miq të Perëndisë, në këto radhë radhiten edhe angjëjt që janë krijesa e Perëndisë. Nëse flasim se angjëjt edhe njerëzit janë krijesa të Perëndisë, atëherë ato kanë një fillim dhe kanë një fund. Domethënë dhe angjëjt janë të vdekshëm, por nuk vdesin sepse sipas hirit të Perëndisë, Perëndia i ka bërë me hirin e tij të pavdekshëm, siç ka bërë të pavdekshëm edhe shpirtin tonë, që është pjesa dhe përbërëse e qenies sonë me shpirt edhe me trup, siç e dëgjuam edhe në predikimin e sotëm. Pra, meqense kemi këto qenie, të cilat i konsiderojmë si qenie pa trup sepse dallohen edhe nga trupi që kemi ne, sepse ne kemi plus trupin dhe kur kemi mishërimin e Krishtit, kemi dhe pastrimin ose lartësimin edhe të trupit të njeriut, jo vetëm të shpirtit të njeriut, me ardhin e Krishtit. Pra kemi një kungim më thelbësor me Krishtin dhe me Trinitetin, sepse Krishti është personi i dytë i Trinisë së Shenjtë. Në vijim të kësaj hierarkisë dhe për angjëjt, ka folur një ati kishës sonë, Shën Dionis Areopagjiti, i cili flet në veprën në hierarkia qiellore dhe aty flet për angjëjt. Një tjetër ati kishës, Shën Joan Damaskini, është i dyti që na flet për angjëjt. Meqense bëhet fjalë për qenie të cilat nuk janë të dukshme dhe janë të jetës tjetër, ose janë në një realitet tjetër, që janë në një botën tjetër, flitet aq sa na është zbuluar. Nuk është se njohim shumë rreth botës së padukshme. Kur të shkojmë aty do ta shohim ballë për ballë. Por aq sa na janë zbuluar, që flitet për angjëjt, për Trinitetin, të gjitha këto që e interpretojnë etrit e kishës, edhe duke bërë interpretimin e shkrimit të shenjtë, janë të mjaftueshme që ne të shpëtojmë. Domethënë, edhe pse për diçka nuk kemi shumë njohuri ose është e pashpjegueshme, sepse kemi të bëjmë me një realitet tjetër, dua të përpiqem të them, kjo nuk do të thotë që meqense ne njohim pak edhe nuk dimë aq sa duhet. Është mjaftueshme që ne të realizojmë komunikimin dhe të ketë kompaktësi midis botës së padukshme dhe botës së dukshme. Dhe prandaj dhe nga ana dogmatike dhe nga ana studimore kisha ndahet në kishë triumfale dhe në kishë militante. Në militante janë ata që militojnë, si thua që janë pjesë e ushtrisë tokësore, shërbëtorët e Zotit që janë pagëzuar dhe janë bërë pjesë e kishës dhe trupit të kishës, që janë të dukshmet, ne që shohim njëri tjetrin, dhe të padukshmet janë ato që janë në botën tjetër ku përfshihen dhe angjëjt. Pra angjëjt nuk është se janë thjesht qenie të cilat të zhvillojnë fantazinë e njeriut, apo të fillojë njeriu dhe të kuptojë dhe të thotë që sa janë në numër ata, sepse nuk dihet numri, por dihet që janë të shumtë. 9 janë grupet ose kategoritë ose legionet, grupet
emrat e grupeve të engjëve, që janë në 3 grupime. Janë të parat, janë keruvimet, serafimet dhe fronet, që qëndrojnë më pranë Perëndis. Grupimi i dytë janë zotërimet, pushtetet dhe fuqit, emërtime engjësh edhe këto, dhe engjëj, kryengjëj, fillime. Pra kemi 9 grupime. Tek kryengjëjt për shembull, që ne zakonisht të njohim përcaktimin engjëj kryengjëj, është sepse kryengjëjt janë, si të thuash, krye gjenerale të engjëjve. Domethënë duke i konsideruar si një ushtri që janë në shërbim të vetë Perëndisë, sepse Perëndia i krijoi engjëjt dhe njerëzit që edhe ata të merrnin pjesë në shenjtërinë e tij. Dhe ky ka qenë qëllimi që Perëndisi u desh që të krijonte, jo se kishte nevojë, por për të marrë pjesë, mos ishte vetëm ai që është ekskluzivisht i shenjtë, por që dhe qenie të tjera në komunikim me të shenjtëroheshin edhe të fitonin cilësitë e vetë krijuesit, të vetë Perëndisë. Dhe në kapitullin 14 të librit të Isaias, na tregohet se si një prej engjëjve që ishte kryengjëll, dëshiroi që të zinte fronin e Perëndisë. Edhe aty është citati dhe thotë që edhe unë do dëshiroja që të isha në krye të polit të veriut, po e them me fjalët e mia këtë gjë. Domethënë që të jem në lartësinë për të zënë vendin e Perëndisë. Dhe në këtë moment që ky engjëll që ne e njohim ndryshe si engjëlli Eosfori ose sjellësi i dritës ose Luciferi, që e njohim ndryshe edhe nga aspekti letrar, është një kryengjëll që kishte një rëndësi në rolin e tij për të shërbyer Perëndisë si sjellës i dritës, dhe në momentin që mendoi të bëhej si Perëndia, u nxi ai, u errësua dhe të gjithë engjëjt e tjerë. Dhe meqense sipas traditës, kjo nxirje dhe ata, si të thuash, u errësua qenia e tyre, që ishin engjëj të krijuar, por të pavdekshëm u bën nga Perëndia sepse u dha hirin e tij të pavdekshëm, në këtë moment u transformuan në qenie të errta. Duke qenë në këtë gjendje dhe duke parë dallimin me Trinitetin, me Perëndinë, njëri prej tyre, që ishte krye general, ose që ne e njohim si kryengjëllin Mikail, ai thot: "Le të vëmë re." Domethënë, keni kujdes. Le të vëmë re për të parë që ku është gjendja që ne pësuam dhe ku ishim. Domethënë duke bërë ndryshimin, duke qenë afër Perëndisë edhe duke u larguar. Dhe në atë moment, ata grupe engjësh të cilët u penduan për këtë rënje, sepse e mendoi Luciferi ose Eosfori, por të gjithë ata që ishin në grupin e tij dhe që ishin nën urdhrat e tij, u nxin edhe ata. Dhe kjo formë pendimi që bëri që përsëri engjëjt të ngriheshin, ata që u penduan, edhe të ngjiteshin përsëri në shërbimet e tyre, ashtu siç kerubimet, serafimet edhe fronet. Kerubimet dhe serafimet e kemi edhe në vegimin që pa Isaia, që pa fronin e Perëndisë dhe që mbuloi me krahët e engjëjve, duke mos e parë dot Perëndinë, se Perëndia nuk mund të shihet nga sytë njerëzor, edhe nga sytë e krijesës, sepse është i pa krijuar, është një esencë tjetër dhe nuk mund ta kuptojë syri njerëzor. Dhe nga ana tjetër u kthyen në këto shërbime dhe shërbime të tjera që kanë, për shembull kryengjëlli Mikail dërgohet ashtu siç kemi dhe në dhjetën e vjetër dhe në dhjetën e re, dërgime prej Perëndisë të këtyre kryengjëve ose engjëve të tij për shërbime të ndryshme. Kryengjëlli Mikail është për shembull kur bëhet betejë në dhjetën e vjetër midis popullit të zgjedhur dhe ai paraqitet edhe me shpatë duke luftuar në krahun e ushtrisë së Perëndisë, ndërsa në anën tjetër radhiten kryengjëjt edhe engjëjt të cilët i shërbejnë për të shpërndar lajmin, siç është lajmi i mirë
që jepet tek e të rëshënjta nëpërmjet kryengjëllit Gabriel, që në ikonografi paraqitet duke ju drejtuar ose në momentin e ungjillëzimit që për shembull i jep një lule kryengjëlli, paraqitet në ikonografi sikur i ofron një lule së të rëshënjtës, domethënë lajmin e mirë, që ajo do të lindë shpëtimtarin, Krisht. Dhe pras secili grupim engjësh ka këto detyra. Dhe ne këto njohim si numër janë të shumtë, domethënë janë të pafundëm, siç janë të shumtë dhe të pafundëm, po themi në thonjza, edhe shenjtorët, që ne i njohim njerëzit shenjtorë aq sa njihen dhe aq sa ka zbuluar Perëndia tek ne, po ka dhe të tjerë shenjtorë, të cilët janë anonim, por që i njohim dhe ata, pa u ditur emrin, por ka dhe një shumicë shenjtorësh, njerëzish të cilët janë shenjtorë, janë pranë Perëndis, por ne nuk na janë bërë të njohur, ose mund të na shfaqen në një moment të caktuar. Për shembull, ka raste në krishtërim që dikujt i është shfaqur një vegim dhe i ka thënë që gërmon në filan vend ose kërko sepse aty është ikona për shembull e Shën Fanurit. Për shembull, një shenjtori që dhe kur shkuan e kërkuan, gjetën një afresk me ikonën, me paraqitjen e ikonës së Shën Fanurit që ne e kemi si ikonë dhe e nderojmë, i falemi. Dhe kjo do të thotë që meqense kishte humbur kujtimi për arsye të ndryshme historike, luftrash apo lëvizje të popullsisë, kishte humbur nderimi për një shenjtor, ai u rikthye dhe fakti që ishte i njohur në një kohë të caktuar, e humbi këtë kujtesë, nga ana njerëzore humbi kjo kujtesë, ai kujtohet tek Perëndia. Ai është pranë Perëndis, po nga ana njerëzore dhe kur vajtën e zbuluan panë që të krishterët e parë kishin bërë një paraqitje ikonografike në murale. Domethënë që i kishin kushtuar një vëmendje nderimi të veçantë, fakti që e kishin paraqitur në ikonografi. Po dhe raste të tjera të shenjtorëve që kanë qenë të panjohur dhe janë bërë të njohur. Dhe ne mund të na shfaqet në të ardhmen dhe Perëndia brenda ekonomisë shpëtimtare të tij dhe për shpëtimin ton, të shfaqë persona të tjerë ose të ngarkojë me detyre shpirtërore dhe engjëjt apo shenjtorë të tjerë. Tani duke u rikthyer ne njohim engjëjt, të cilët janë për shembull Shën Joan Ungjillori, thotë që engjëlli i kishës së Sardës ose engjëlli i kishës së në të 7 kishave që i njohim, të 7 kishave të para që janë kryesisht në Azinë e Vogël. Domethënë duket sikur ata kanë një detyrë që janë engjëj mbrojtës të asaj kishe. Dhe kur themi të kishës janë të bashkësisë së njerëzve që mblidhen në to, edhe atyre që kanë ndruarit, po dhe atyre që do të vinë më pas. Engjëjt kanë një rol mbrojtës dhe tradita thotë Shën Joan Krisostomi ose Gojarti në shekullit të 4, që të krishterët kur pagëzohen, Perëndia u jep një engjëll mbrojtës, i cili i drejton dhe ekziston edhe lutja drejtuar engjëllit mbrojtës, që është si thua një engjëll personal, që Perëndia i jep secilit person gjatë pagëzimit. Biles Shën Joan Gojarti thotë që të pabesët edhe jo të krishterët nuk kanë engjëll mbrojtës. Domethënë arrin edhe deri aty për ta përcaktuar që është një dhuratë e Perëndis. Dhe ne kemi një raport me engjëllin mbrojtës dhe e mërzisim ose e gëzojmë sa herë afrohemi dhe largohemi nga Perëndia. Domethënë kjo është ajo raporti që edhe ai ka një rol që ashtu siç kemi dhe ne një shenjë mbrojtës në thërritjen e emrit, që shpeshherë na karakterizon një emër që na kanë vendosur ose dhe ai shenjë që kujtojmë ose atë ngjarje që kujtojmë është në shërbimin ton shpirtëror. Pra engjëjt kanë një rol shërbyes që i shërbejnë Perëndisë, po dhe ekonomisë shpëtimtare për shpëtimin e njerëzve. Keni ndonjë pyetje deri këtu? Po e dija që Luciferi është e njëjta krijesë me gjarprin që na tregon në Gjenez apo janë krijesa të ndryshme? Po. Në Dhjetën e Vjetër, që për shembull kemi raste që na tregojnë për engjëjt, edhe engjëjt për shembull konsiderohen si persona ndërmjetës që në periudhën e librave të Makabejve, domethënë në periudhën e Makabejve. Shumë
dhe u krijua një traditë. Në 10 vjetër, në rastin e Gjenezës, Shkrimi i Shenjtë flet edhe nëpërmjet, si të thuash, personazheve duke u transformuar. Dhe ne kur themi që Gjarpri ishte djalli. Dhe pjesa që ngeli e pa penduar, se këtu tani gjej rastin që të shpjegoj atë që ndoshta se kam shpjeguar deri tani, që grupi i angjëve të cilët ngelën pa u penduar dhe nuk u kthyen dhe u destinuan, dhe meqense janë forca pa trup, ata nuk mund të mëkatojnë ose të pendohen më dhe janë destinuar në atë gjendje. Ato janë demonët, të cilët janë dhe ata që krye angjëlli Luciferi i drejtoi ky Eosfori dhe njëkohësisht edhe angjëjt që u nxinë, u errësuan, këta kanë qenë angjëj dhe u errësuan. Tani vetë djalli për të goditur Perëndinë nuk mund ta bëj dot, sepse Perëndia është i plotfuqishëm. Për të marrë hak ose për të justifikuar gjendjen e tij, dëshira e tij është që të përçajë edhe të prish marrëdhënien e njeriut ose të gjithë krijesës me krijuesin vet. Dhe kjo është detyra e tij. Dhe vën në lëvizje edhe djajt e tjerë, si thua demonët, që të nxisin dhe pavarësisht se duken si meqense janë qenie që janë të padukshme, janë realitete. Kisha këmbëngul që këto janë realitete. Tani aty në 10 vjetër, fakti që kemi djallin të shfaqur si një gjarpër, sepse pak më përpara ne kemi dhe Adamin i cili kishte pushtetin që t'u vendoste emrat kafshëve, domethënë kalonin kafshët përpara tij në kopshtin e Edenit, që ishte një kopësht parajsor me p të vogël, se nuk ishte parajsa që ne shkojmë në mbretërinë e qejve. Dhe aty ai thoshte luani, elefanti, edhe gjarpri, duke u vendosur emrat. Tani gjarpri është personifikimi i djallit. Dhe nxiti që të mëkatonin. Mëkati ishte ndarje dhe prishje e marrëdhënies me Perëndinë. Çfarë bëjnë angjëjt? Angjëjt, detyra e angjëjve është të himnojnë dhe të lavdërojnë Perëndinë. Të njëjtën detyrë rokemi që ta bëjmë dhe ne, ta lavdërojmë Perëndinë për të gjitha të mirat që na ka dhënë, dhe kështu jemi në një komunikim. Dhe lutja për shembull është komunikimi që kemi ne me Perëndinë. Në momentin që ne mëkatojmë, ashtu siç mëkatuan dhe të parët tanë, të pargatuarit Adami dhe Eva, u ndanë nga kjo dhe aty u ndjenë të errësuar, në turp edhe u fshehen. Është e njëjta situatë, gjendja kur ti largohesh prej Perëndis. Dhe edhe Perëndia vjen edhe thot, mos vallë keni, pse jeni futur, thot aty jeni fshehur, mos vallë, thot keni ngrënë nga fruti së mirës e së keqes, që ishte i ndaluar, që ishte si një dëshmi ose si një kriter që njeriu me vullnetin e tij të zgjidhte të ishte sipas vullnetit të Perëndis. Jo që të dukej sikur e kishte detyruar Perëndia që duhet të qëndrosh me do e mos në këtë gjendje se unë të krijova dhe unë i vendos rregullat. Domethënë do të bësh ndryshe, domethënë kjo është liri, që është një element që Perëndia e ka lënë njeriu të lirë. Dhe djalli përpiqet që duke patur mundësinë e lirisë edhe njeriu, ta vërë ta shpalos gabim. Edhe ti thotë që shiko se Perëndia të ka vënë në kurth ose të mban të izoluar, dhe ti argjon kohë që merresh me Perëndinë. Ktu do jesh më i lumtur dhe njeriu të ndohet. Dhe kjo është rasti në 10 vjetër dhe kemi këto personifikime, po dhe shfaqje. Domethënë është një mënyrë shfaqje. Tani 10 vjetër na tregon dhe na thotë që ishte një gjarpër. Edhe fruti për shembull, që dikush thotë ishte molla apo ishte dikush thotë në një interpretim ishte dardhë, nuk ka rëndësi çfarë fruti, as ka ndonjë frut që ne nuk e ham ose është i gabuar. Ne i konsumojmë frutat si prodhime të natyrës dhe si bekime të Zotit. Por aty është për të treguar që është diçka e ndaluar ose e pandaluar. Dhe ky vullnet i Perëndisë që
të ketë krijesën e tij në një kompaktësi, kemi të bëjmë pra një kompaktësi të hierarkisë qiellore, që është Perëndia në fillim, e të rëshënjta sepse pati një rol që pranoi si njeri që dhe kur ishte për shembull e të rëshënjta në tempull, që kishte 12 vjet, përshëndetja që i bëri kryeangjëlli Gabriel, i bëri përshtypje dhe tha, pse mu drejtua me këtë, pse u drejtove me këtë përshëndetje, sepse që do të thotë që aty në prani, në tempull, kur ishte, shikonte angjëj. Kishte patur dhe përshëndetje të tjera, po kjo përshëndetje e re e ungjillëzimit ishte ndryshe nga të tjera. Dhe i bëri përshtypje, thot Shkrimi i Shenjtë, i bëri përshtypje përshëndetja e angjëllit. Domethënë nuk ishte si përshëndetjet e tjera. Dhe prania e angjëjve që janë në kishë gjatë meshës hyjnore edhe kudo ku mblidhen të krishterët, është e pranishme dhe në tekstet liturgjike ku thuhet që dhe ne themi që tek dalja e tretë që thotë ne që simbolizojmë, që është ne që ikonizojmë në fakt, mistikërisht kerubimet dhe që psalim himnin trishenjtor, shenjtë, tregojnë që dhe angjët janë të pranishëm në transformimin e bukës dhe të verës në trup dhe në gjak të Krishtit. Siç janë në fronin qiellor, ashtu janë dhe në tryezën e shenjtë, që është froni qiellor, por që është në çdo tryezë të shenjtë që është këtu në tokë, dhe që celebrojnë dhe vijnë dhe forcat e padukshme dhe forcat e dukshme që jemi ne, që duke u bërë ushtarë të Krishtit dhe duke u bërë shërbëtor të Krishtit, dhe shërbëtori jo në kuptimin e nënshtrimit ose një ushtari që do vej dhe do vrasë palën tjetër, po si persona të cilët i shërbejnë Perëndisë me bindje dhe me dëshirën e tyre dhe dëshirojnë që të realizohet çdo gjë që dëshironi Zoti, dhe i Zoti është Perëndia. Dhe ne përpiqemi edhe me jetën tonë dhe prania jonë për shembull në meshën hyjnore, është pikërisht kjo gjë, që është një kompaktësi dhe aty nuk jemi ne shohim njerëz, por rastet të shenjtorëve të kishës sonë ose ata të cilët janë shërbejnë në altar, po them për klerikët, edhe njerëzit e shenjtë, kanë pasur raste që shohin edhe praninë e angjëjve, edhe shfaqjen e angjëjve. Domethënë, kemi të bëjmë me një realitet që simboli i besimit e ka përcaktuar si të padukshmet, dhe sepse tek të padukshmet nuk janë vetëm angjëjt, edhe Perëndia është i padukshëm. Po flasim për angjëjt, meqense ata janë dhe në rolin që të vinë dhe të shërbejnë dhe kanë qëllime dhe po janë në një realitet i padukshëm me realitetin e dukshëm, por është një krijesë. Është krijesa që ka bërë Perëndia. Angjëjt u themi forca pa trup dhe janë të padukshëm, janë frymë themi. Po nuk është si fryma dhe esenca e pakrijuar e Perëndisë. Perëndia dhe angjëjt nuk janë lëndor, siç ne që jemi materie. Ne jemi dhe materie edhe frymor, dhe jemi dhe trup dhe shpirt, domethënë. Angjëjt janë pa gjini, për aq sa na njohin. Nuk është se për shembull martohen siç martohen njerëzit, burr grua, domethënë nuk bëjnë një jetë siç e bëjmë ne. Domethënë këto janë ato që na janë zbuluar. Ato kanë detyrat e angjëjve. Dhe çfarë është ajo që ju ushqen angjëjt? Në momentin që ata janë në shërbim të Perëndisë, Perëndia u shfaq lavdinë e tij. Dhe ata aq shumë përplotësohen nga kjo lavdi, saqë rinisin përsëri të njëjtën përkushtim pranë Perëndisë, me një bindje ndaj më të lartit. Dhe prandaj janë edhe si thua të përulur në çdo rast, sepse i shohim për shembull rastin e habisë që bën angjëjt kur lindi Krishti. Sepse ishin ngjarje që ishin surprizë, që ndodhnin për herë të parë në historinë njerëzore, që i biri Perëndisë të bëhet njeri. Dhe çfarë thanë angjëjt? Lavdi Perëndisë të më të lartat dhe mbi dhe në paqe dhe mbi njerëz të mirëdashë. Domethënë, nuk mund të interpretonin dhe të shpjegonin që
ndodhi kjo ose ndodhi ajo, se nuk e dinin këtë gjë. Por duke parë faktin, lindjen e Krishtit, ata thonë lavdi Perëndis, domethënë nuk kishin ç'të thoshin fjalë tjetër, vetëm të lavdëronin dhe të himnonin. Që përpiqemi ta bëjmë dhe ne, dhe në një nga lutjet tona thelbësore është falënderimi dhe himnimi dhe lavdërimi që i bëjmë Perëndis. Pastaj është një nga kërkesat që mund të kemi një dertin tonë ose një dëshirë që duam të plotësohet dhe i lutemi Perëndis. Kërkesa, sepse Perëndia e di çfarë ne na bën mirë dhe çfarë është e nevojshme për ne dhe ajo që ne na mungon. Nuk është nevojë t'ja themi. Me para se t'ja themi ajo e di, por fakti që ne e kundrojmë Perëndinë, ashtu si angjëjt me një shpresëtari, atëherë këtu kemi dhe unitetin dhe këtu kemi edhe të gjithë kishën kompakte. Ky është një realitet që kisha në këto 20 shekuj, po edhe më përpara është që ka ofruar një shërbim shpirtëror për shpëtimin e njerëzve. Edhe roli, për shembull, i kishës, i peshkopëve, i klerikëve dhe i të gjithë, i teologëve dhe i çdo besimtari është që të shpëtojë veten, të shpëtojnë dhe të tjerët. Dhe duke realizuar këtë shërbim, është realizuar qëllimi i vetë jetës. Prandaj dhe angjëjt që janë të shenjtë, edhe ne përpiqemi të jemi të shenjtë, që të marrim nga ajo, të shijojmë nga ajo shenjtëri. Dhe kur të jemi ne në parajsë, të njëjtën gjë do jemi si angjëjt, që thot Krishti. Aty në parajsë thot as martohen, as kur e provokuan Krishtin që dikush u martua dhe i vdiq gruaja e parë dhe sipas traditës ebraike një grua u martua, i vdiq burri. Dhe sipas traditës ebraike, meqense s'kishte lënë fëmijë, duhet të martohej me të vllajën, dhe kështu u martua dhe deri në të 7. Dhe thot në jetën tjetër, i than Krishtit, meqense rregulli këtu në tokë është që të martohej, që të lindte pasardhës, kush do jetë burri legjitim që do jetë me gruan që ishte martuar gruaja, sa ajo u martua me 7. Edhe Krishti thot, shiko thot, në banesën qiellore, as nuk martohen, aty do jetonin si angjëj. Domethënë që do përplotësohet njeriu në momentin që do jetë përpara Perëndis, dhe ashtu siç angjëjt marrin fuqi edhe plotësohen kur shfaqet lavdia e Perëndis, kështu dhe ne në pozicionin dhe në vendin që do të gjejmë me shpresë të Zotit, po e them këtë gjë, dhe uroj për secilin prej nesh që të jemi në atë krah, domethënë të jemi pranë Perëndis. Nuk do xhelozohemi që pse është një tjetër përpara, por ne do mjaftohemi me gjendjen dhe me dhuratën që na do na jap Perëndia i pafundëm dhe i tërë shenjtë që na i ofron dhe nuk humbet në brenda këtij procesi.